Horoskopi ditor, dashi, sot hëna kalon në sektorin tuaj të intimitetit dhe jetës personale, duke e bërë ditën veçanërisht të favorshme për të eksploruar ndjenjat dhe marrëdhëniet tuaja më të thella. Ju ndjeni më të vetëdijshëm për motivet dhe nevojat tuaja, dhe kjo mund t'ju ndihmojë të kuptoni më qartë marrëdhëniet tuaja ose situatat që ju shqetësojnë. Megjithatë, ndërsa dita zhvillohet, një katërkëndësh midis diellit dhe Saturnit mund të sjellë pengesa ose vonesa që temperojnë entuziazmin tuaj. Ndonjëherë, situatat mund të rikthejnë çështje të vjetra ose të nxjerrin në pah problemet e pazgjidhura dhe ju mund të ndiheni të bllokuar. Kjo nuk është një ditë për të nxituar gjërat. Është më e mençur të ngadalsoni ritmin dhe të përqendroheni tek hapat e vegjël që mund t'ju çojnë drejt zgjidhjeve. Edhe pse mund të duket e frustrueshme, kjo ngadalësim i përkohshëm ju jep mundësinë të rishikoni planet tuaja, të rivlerësoni prioritetet dhe të merrni vendime më të informuara. Nëse ndiheni të pasigurt, kujtoni se shumë nga shqetësimet tuaja sot mund të jenë të egzageruara në mendjen tuaj. Përqendrohuni tek ajo që mund të kontrolloni dhe lërini anash gjërat që nuk mund t'i ndryshoni për momentin. Demi, sot hëna ndodhet në opozit me shenjën tuaj, duke nxjerrë në pah nevojën për bashkëpunim dhe dialog. Mund të ndjeni dëshirën të lidheni me dikë tjetër për të zhvilluar një ide të re, për të parë një çështje nga një perspektivë tjetër, ose thjesht për të ndarë mendime që zakonisht i mbani për vete. Bashkëpunimi mund të sjellë zgjidhje kreative, por nuk duhet të presësh që gjithçka të shkojë sipas planit. Aspekti Sun Saturn i sotëm sjell disa kufizime ose vonesa në jetën sociale. Megjithatë, kjo mund të jetë një mundësi e jashtëzakonshme për të fokusuar te burimet tuaja personale. Kur nuk mbështeteni te të tjerët, mund të zbuloni aftësi të fshehura dhe strategji që nuk i kishit vënë re më parë. Sot mund të jetë koha e përshtatshme për të vlerësuar nëse një qëllim, një marrëdhënie apo një projekt duhet të ndryshojë drejtim, të evoluojë ose, ndoshta, të lirohet nga energjia juaj. Nëse ndiheni të devijuar nga rruga juaj, sot është një ditë për të rikuperuar ekuilibrin dhe për të riorientuar vetveten. Merrni frymë thellë dhe shqyrtoni mundësi të reja për të arritur qëllimet tuaja. Binjakët, sot mund të ndjeni një fokus të veçantë mbi ndërtimin e burimeve tuaja, qoftë në aspekt financiar, profesional apo personal. Një ritëm i rehatshëm dhe i qëndrueshëm ju përshtatet më mirë sot, duke ju lejuar të përqendroheni pa u nxituar. Megjithatë, aspekti Sun Saturn sjell një kujtesë të rëndësishme, disa gjëra kërkojnë durim. Nuk është dita për të kërkuar rezultate të menjëhershme, sidomos në karrierë ose në çështje që lidhen me përgjegjësi të rëndësishme. Shtyja ose ngadalësimi që mund të ndodhë sot nuk është pengesë, por një mundësi për të rishikuar prioritetet tuaja dhe për të gjetur metoda më të mira dhe më të efektshme. Kur i afroheni sfidave me durim dhe mendje të qartë, shpesh zbuloni rrugë që nuk i kishit parë më parë. Një këshill tjetër e rëndësishme: mos harroni të kërkoni njohje dhe vlerësim nga të tjerët. Shpesh presim që njerëzit të kuptojnë nevojat tona për mbështetje dhe inkurajim, por sot është një ditë për t'i bërë këto nevoja të qarta. Gaforja, sot mund të ndiheni të tërhequr nga gjërat që ju bëjnë të ndiheni mirë, hobet tuaja, koha e lirë, argëtimi apo edhe marrëdhëniet romantike. Energjia juaj personale është e lartë dhe njerëzit ndihen të tërhequr pranë jush, ata gjejnë lehtësi dhe rehati në prezencën tuaj. Sot mund të ndjeni dëshirën për të krijuar momente të këndshme dhe për të lidhur më thellë me njerëzit që doni, duke e bërë jetën personale më të ngrohtë dhe më të këndshme. Megjithatë, nuk mungojnë sfidat. Aspekti Sun Saturn krijon një tension subtil, duke nxjerrë në pah realitete serioze rreth një projekti, një marrëdhënie ose një përgjegjësie që mund të jetë vonuar ose që kërkon më shumë durim. Ky aspekt mund të sjellë një ndjenjë ngadalësimi ose pengese, duke bërë që puna ose detyrat të duken më të gjata dhe më të lodhshme se zakonisht. Çelësi sot është të mos lejoni që ndjenja e frikës apo dekurajimi të marrë kontrollin. Përqendrohuni tek zgjidhja hap pas hapi dhe mos shtyni energjinë tuaj përtej kufive. Merrni kohë për të menaxhuar përgjegjësitë tuaja në mënyrë të organizuar dhe të ndërgjegjshme. Luani, sot energjitë janë të favorshme për të mbyllur çështje të mbetura ose për të lënë pas probleme që mund të kenë rënduar mendjen tuaj.
Mund të bëhet përmes zgjidhjes së një situate ose përmes realizimit se disa gjëra thjesht nuk janë më të rëndësishme për ju. Ky është një moment kur mund të ndjeni një lehtësim të brendshëm, pasi çështje të caktuara që ju kanë ngarkuar mund të gjejnë fundin e tyre, duke ju dhënë hapësirë për të përqendruar energjitë tuaja tek ajo që ka vërtet rëndësi. Megjithatë, ndërsa dita avancojnë, aspekti Sun-Saturn krijon një tension të vogël. Kjo mund t'ju detyrojë të ngadalsoni ritmin dhe të rishikoni planet tuaja. Nuk është koha për të prerë rrugën me shkurtore apo për të marrë vendime impulsive. Duket se disa projekte të fundit ose marrëdhënie mund të sjellin dyshime të përkohshme, mendime që ju bëjnë të ndiheni të pasigurt. Por mos u shqetësoni, shumë nga ndjenjat e mungesës ose të pakënaqësisë janë të egzageruara në mendjen tuaj. Sot është koha për të pastruar pengesat, për të riorganizuar pritshmëritë dhe për të luajtur sipas rregullave. Virgjëresha, sot mund të ndiheni veçanërisht të frymëzuar për të punuar me të tjerët, duke ndarë ide ose duke kontribuar në projekte kolektive. Bashkëpunimi dhe ndihma e dhënë mund të sjellë kënaqësi dhe ndjenja të arritjes së qëllimeve së bashku. Idetë që lindin sot mund të jenë të veçanta dhe të vlefshme, duke ju dhënë mundësinë të shihni mundësi që zakonisht mund t'i injoronit. Megjithatë, ndërsa dita ecën, mund të sjellë një tension të vogël ose shqetësim. Mund të ndodhë që dikush të vërë pengesa në planet tuaja ose të jetë kritik më tepër se zakonisht. Në vend që të shqetësoheni, kjo mund të jetë një shans për të rishikuar një pjesë të jetës suaj që ndoshta keni lënë pas dore. Ky është një moment për reflektim dhe për të adresuar gjërat që kanë nevojë për vëmendje. Sot mund të duket se gjithçka ecën ngadalë dhe me pengesa, por përpjekjet tuaja për të përmirësuar jetën, edhe në mënyrë të vogël, mund të kenë një ndikim të madh në të ardhmen. Mbajtja e gjërave të thjeshta dhe e qarta mund të shpejtojë procesin, edhe nëse ndiheni sikur po bëni hapa pas. Peshorja, sot mund të ndiheni tërhequr nga nevoja për të rifreskuar mendjen dhe trupin tuaj. Kjo mund t'ju ndihmojë të qartësoni ambicjet tuaja dhe të shihni më qartë rrugën që dëshironi të ndiqni. Ndërsa përpiqeni të rifokusoheni vër në pa përgjegjësitë dhe detyrimet që ju presin, duke ju kujtuar se disa kufizime dhe struktura janë të nevojshme për të qëndruar në rrugën e duhur, mund të ndiheni fizikisht të lodhur, dhe detyrat e përditshme mund të duken të rënduara. Gjithashtu, defektet ose dobësitë në një projekt aktual mund të duken më të mëdha se zakonisht. Por keni kujdes, nxitimi për t'i korrigjuar mund të çojë në gabime ose një punë të papërfunduar. Sot është koha për të thjeshtuar, përparsuar dhe për të mbajtur gjërat reale. Merrni frymë thellë dhe përqendrohuni tek ato që mund t'i kontrolloni, duke lënë pjesën tjetër pas dore. Kjo ditë gjithashtu mund t'ju japë mundësinë të identifikoni zonat e problematikës që kërkojnë vëmendjen tuaj. Ajo që mund të duket si një pengesë mund të jetë një mundësi e fshehur për të bërë ndryshime të rëndësishme që do të përgatitin terrenin për suksesin tuaj afatgjat. Akrepi, sot mund të ndiheni të vëzhgueshëm dhe të frymëzuar për të parë mundësitë që ju rrethojnë. Ka një energji të favorshme që ju ndihmon të dalloni rrugë të reja, mundësi për zhvillim personal ose projekte që mund të sjellin kënaqësi. Megjithatë, sot dita mund të bëjë që pengesat ose përgjegjësitë tuaja të duken më të mëdha se zakonisht, duke marrë një peshë të dukshme në mendjen tuaj. Sa më shumë që dita ecën, aq më të dukshme mund të jenë këto vështirësi. Një pengesë, mundësisht lidhur me një marrëdhënie romantike ose një qëllim personal të veçantë, mund të duket e vështirë për t'u kapërcyer. Por edhe një sfidë e tillë mund të shërbejë si një hap pozitiv për lumturinë tuaj afatgjat. Aspektet me Saturnin shpesh na mësojnë durim, përpjekje të qëndrueshme dhe rëndësinë e planifikimit për të ardhmen. Sot po mësoni të shihni përtej momentit dhe të kujdeseni për vetveten e së ardhmes, duke kuptuar më qartë se çfarë ju duhet për të ndërtuar stabilitet dhe sukses në jetën tuaj. Njerëzit rreth jush mund të mos jenë shumë të hapur, të ngrohtë ose shprehës sot, dhe kjo mund të duket e ftohtë. Por ky hapësirë që krijohet ju mundson të zbuloni burime të brendshme dhe aftësi që ndoshta nuk i keni vënë re më parë. Mund të gjeni mënyra të reja për t'i menaxhuar përgjegjësitë tuaja dhe për të përdorur situatat sfiduese për të rritur dhe për të përparuar.
Shigjetari, sot hëna qëndron në sektorin tuaj të privatësisë, duke nxitur një nevojë natyrale për reflektim dhe pastrim emocional. Kjo është një ditë e mirë për të kaluar pak kohë vetëm, për të rikuperuar dhe për të dhënë hapësirë mendimeve dhe ndjenjave tuaja. Një moment i qetë i vetë reflektimit mund t'ju ndihmojë të rigjeni qartësinë dhe energjinë e brendshme që ju duhet për të përballuar çështjet që ju shqetësojnë. Megjithatë, sot dita vepron si një pikë kontrolli për planet dhe qëllimet tuaja. Ka të ngjarë të përballeni me një kufizim ose një kontroll të realitetit që ju kërkon të shihni situatën me sy të qartë. Me diellin aktualisht në shenjën tuaj. Mund të jetë sfiduese të kënaqni nevojën tuaj për pavarësi, ndërkohë që kërkoni siguri dhe sigurim. Ju dëshironi të ndiqni qëllimet personale pa ndjerë se po shgënjeni dikë tjetër. Dikush mund të shpreh pak mosmiratim ose detyrat dhe përgjegjësitë e zakonshme mund të ndihen më të rënduara se zakonisht. Çelësi sot është durimi dhe disiplinimi i vetvetes. Fokusi tek kënaqësia afatgjatë, jo tek ajo e menjëhershme, është thelbësor. Ndërsa përballeni me pengesa të vogla ose sfida të papritura, mbani mend se çdo sakrificë e përkohshme ose kufizim sot mund të kontribuojë në ndërtimin e një stabiliteti dhe suksesit më të madh nesër. Britsjapi, sot është një ditë e mirë për të lidhur aktivitetet tuaja me qëllimet tuaja për lumturi dhe për të menduar mbi planet afatgjata. Ju ndjeni të motivuar për të parë panoramën e gjerë dhe për të reflektuar mbi hapat që duhet të ndërmerrni për të ndërtuar një të ardhme të qëndrueshme dhe të suksesshme. Megjithatë, mund të ndodhë një ndalesë e përkohshme ose një vonesë që ju ngadalson, gjë që mund të jetë e bezdisshme në moment, por në të vërtetë mund të shërbejë si një paralajmërim për gjërat që kërkojnë përmirësim. Aspekti Sun Saturn sot ka fuqinë të nxjerrë në pamangësitë dhe të theksojë pikat e dobëta. Duke ju detyruar të rishikoni strategjitë dhe planet tuaja, çelësi është të ngadalsoni ritmin, të ndiqni rregullat, të ushtroni durim dhe të ruani energjinë duke prioritarizuar atë që ka më shumë rëndësi. Nuk është koha për të nxitur gjërat përpara me nxitim, përkundrazi, të ndërmerrni veprime të menduara dhe të matur do t'ju sjellë rezultatet më të mira. Ujori, sot mund të ndiheni veçanërisht të motivuar për të ndjekur qëllimet tuaja, duke u fokusuar në atë që dëshironi të arrini në jetën tuaj personale dhe profesionale. Ju jeni më të vetëdijshëm se zakonisht se si reputacioni juaj ndikon në mënyrën se si të tjerët ju perceptojnë dhe se si kjo mund të ndikojë tek mundësitë që ju shfaqen. Megjithatë, sot dita kërkon durim dhe respektim të disa rregullave. Mund të përballeni me njerëz kritik ose me humor të keq, dhe kjo mund të krijojë një pengesë që ndërpret rrjedhën tuaj natyrale të punës ose planeve. Kufizimet mund të duken më të dukshme dhe sfiduese se zakonisht, edhe nëse dëshironi të shtyni gjërat përpara me vendosmëri. Sot mund të jetë më e mençur të kurseni energjinë dhe burimet tuaja. Strategjia më e mirë është të përqendroheni tek përfitimet afatgjata, të mbani pritshmëritë tuaja të thjeshta dhe të pranoni nevojën për ndryshime të vogla apo rregullime, në vend të veprimeve të mëdha dhe të guximshme. Peshqit, sot hëna ju inkurajon të mësoni, të zgjeroheni dhe të zhvilloheni, duke hapur mundësi për rritje personale dhe intelektuale. Ju ndjeni të frymëzuar për të eksploruar ide të reja, për të mësuar gjëra që mund të sjellin përmirësim në jetën tuaj dhe për të zgjeruar horizontet tuaja. Megjithatë, aspekti Sun Saturn ju kujton të ripërkushtoheni tek qëllimet tuaja ose t'i rishikoni ato për t'u përshtatur më mirë me qëllimin tuaj të vërtetë. Sot nuk është koha për të shkuar kundër rrjedhës apo për të sfiduar situatat me impulsivitet. Mund të ndiheni si po testoheni, ndaj qëllimi kryesor është të jeni të durueshëm dhe të bëni më të mirën tuaj në çdo hap. Fokusi tek sukseset afatgjata dhe lumturia e qëndrueshme është më i dobishëm se ndjekja e kënaqësive të momentit. Nivelet e energjisë mund të jenë më të ulta sot. Nëse ndiheni të lodhur ose të shuar, është e rëndësishme të pushoni dhe të rifitoni forcën tuaj para se të merrni vendime të mëdha. Të tërhiqeni përkohësisht nuk është dështim, por një strategji e mençur derisa energjia dhe besimi të kthehen.